pse nuk dal me platorin ndonjëherë, pse të shohim vetëm vetë. Vjerrit e mi nuk më thonë jo se janë fytyra publike dhe janë mësuar tashmë me këtë pjesë. Unë kam jetu dikon rreth 6 muaj, 5 muaj me platorin edhe me mikën edhe me babin para se ju të gjithë ta dinit. Te videot në TikTok nuk I ki vetë, ka njerë I ki edhe me Mirien, ka njerë me platorin nuk I ki, se nuk di pse kështë të I ki edhe me platorin, s'di ka merë nuk ja. I kam co edhe me platorin. Qato nuk pas në arrit me pa. Kështu që qysh është kjo pjesa me inkuadru dhe familjartë të kjo pjesë, dikush që thët po, ose dikush që thët jo, a prejkesh nëse dikush thët jo, si më ka du me dojnë TikTok? Jo, absolut. Ndoshta që jam rritur me vllahun tim edhe jam shumë e lidhur me vllahun edhe vllahu im është person shumë, ama shumë privat, për ato tregova ty edhe më herët që kishte ditëlindjen edhe ja urova me një fotografi time, sepse as rrjetet sociale nuk është se ka, shkon punë, vazhdon punët e veta, nuk I intereson për internet as pak, kështu. Edhe jam rrit me këtë frymën që edhe mami gjithashtu të shumë privat, përkundrazi unë edhe babi që jemi ma ekstrovert, kështu nga natyra, e kur më ka tregu platori që është shumë privat edhe nuk e dëshiron këtë pjesë, absolut e kam mirë kuptu. Por që kam video edhe me platorin, po se e marr shumë këtë pyetje, pse nuk dal me platorin ndonjëherë, pse të shohim vetëm vetë. Unë dal me platorin, kam shumë fotografi, kam video me platorin, po platori nëse kishte dal para 10 viteve në fotografi ose në për rrjete sociale, intervista, me të vërtet do I kuptoja nëse do kishim pyetje tilla, por nuk ka dalur as kur ishte me mua e as para se të ishte me mua. Por gjithmonë kështu këtë pjesën me familjar rrjedh keq natyrshëm. Më lin një ide, më pas vjerrit e mi nuk më thonë jo se janë fytyra publike dhe janë mësuar tashmë me këtë pjesë. Sa pak I let me bo video me Mirien, pra, ose cilat po janë kryesisht komentet kur po ju shohim bashk. Se është pak kjo pjesa që nusera edhe vjehra kërkahesh me njëna tjetrën, po jo edhe në TikTok po jeni bashk. Po me raste postojmë edhe pse kohët e fundit Belemikit I thash një ditë, thash nuk e kam postu një video ka herë me ty. Do e bëjmë së shpejti se varësisht edhe nga punët që I kemi. Ta thash rrjedhin shumë natyrshëm. Në atë moment po e bëjmë edhe kështu. Po jo diçka të planifikuar kështu. Komentet zakonisht janë shumë të mira, se energjia besoj që vrehet. Mund të ketë normalisht komente të cilat janë krahasuese, kritikuese, po gjithmonë janë pozitive dhe unë ndalem te ato pozitive të më mirë. Çfarë videosh ban e fton më shpesh me bu me Mirien, se të fundit një që e pash e kishit bo edhe një me tregu se cilat çka keni vesh. Nuk është e kemi pa në këtë stil ma herët në Mirien. Ishim të dal në darkë me disa shoqe të miket, edhe këtë thash, okej, unë do të bëj një video, do të tregoj se çka kam vesh, po gjithsesi hajde e bëjmë bashk. Pra, si që thash, është keq e natyrshme. Nuk është se kam një listë në mendje që këtu do ta përfshi miken, këtu do ta përfshi babin ose dikë tjetër. Më lin një ide aty për aty, e realizoj. Ka raste që edhe s'mundem me realizu, ose e lë për ma vonë, atëherë shkruaj. I shkruan domethënë pjesën e videove për TikTok I mund të shkruaj më Po në rast se për mos me harru, në rast se nuk mundem me bëu aty për aty, po e shkruaj. Normal na e dinan që pjesët e rrjeteve sociale kanë tepër shumë komente, sidomos kur nashta familjarët e tyne njëjtë që janë vjerria e tu shumë virale dhe krejt I njohim, jena rrit me ta, edhe komentet mund me qenë të llojit të ndryshëm. Të pas parasysh edhe kur jeni feju me platorin ka pas komente të ndryshme ashtu shumë, atë pengon ai trokë pjesë, nashta që ma herët nuk është e mirë me televizion, nuk është e mirë me rrjete sociale, nuk është të kena pa shumë, sot ka pengu nashta kjo. As pak, sepse unë kam jetu dikon rreth 6 muaj, 5 muaj me platorin, edhe me mikën edhe me babin para se ju të gjithë ta dinit. Edhe e kisha si një farë lloj përgatitje se çfarë mund të më preste në këtë botën e televizionit, po e prita shumë mirë sepse mendoj që njerëzit kur punojnë me veten e tyre arrin gjithçka. Aq më pak kur njohin veten e tyre dhe qëllimi kryesor I imi është ta njoh veten edhe të punoj në veten time. Kështu që komentet e njerëzve ndonjëherë edhe arsyetoj. Thëmë është momenti I tyre, jo I mirë, e kam pa në një perspektivë tjetër që është e drejtë e tyre, kështu që nuk është se ndikohem
shumë nga ta. Edhe pse, fatmirësisht shumica e komenteve, sidomos edhe për fejes, jo që ka qenë një gjë shumë e bukur për mua, kanë qenë të themi 95% pozitive, më pas të ndalime të ky 5% tjetër edhe nuk ja vlen fare. Të pas parasysh je bo viral ashtu ta prap që thonë sa që lëm shel sy do të thonë prej fejes. Po, prej fejesës. Çysh e pritet ato, çysh kanë çato momentet e para të e pa veten në rrjetet sociale të kohën të qarkullu fotografitë e tua. Po, ishte interesante, kështu e lezetshme, po jo diçka që e thash, wow, qenë ka kjo. Ndoshta edhe nuk e konceptoja akoma se çfarë po ndodhte realisht edhe ishte diçka hapas hape, po nuk ishte diçka shumë e çuditshme për mua, pra u ambientova shumë shpejt.